8 ngjyra sysh që kontrollojnë fshehurazi se si ju shohin njerëzit. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videon miqve tuaj. Hyrje në misterin e ngjyrave të syve. Mirë se ardhët në këtë video të veçantë ku do të zhytemi thellë në botën magjepsëse të ngjyrave të syve. Sot do të flasim për origjinën shkencore të këtyre ngjyrave, si ndikojnë ato në mënyrën se si na perceptojnë të tjerët dhe stereotipet psikologjike që lidhen me to. Syt nuk janë thjesht dritare të shpirtit, ata janë një pasqyrë e gjenetikës sonë të lashtë dhe një faktor i fuqishëm në përshtypjet e para që lëm tek të tjerët. Imagjinoni, kur takoni dikë për herë të parë, çfarë është gjëja e parë që vjen re? Shpesh janë syt. Dhe ngjyra e tyre mund të ndryshojë plotësisht perceptimin tuaj, nga besueshmëria te misteri, nga pafajësia te intensiteti. Por sa prej këtyre perceptimeve bazohen në shkencë reale dhe sa në stereotipe kulturore? Në këtë video do të zgjerojmë çdo pikë me fakte shkencore, statistika globale dhe studime psikologjike për të kuptuar më mirë se si syt tanë flasin pa fjalë. Le të fillojmë me bazat shkencore. Ngjyra e syve varet kryesisht nga sasia dhe lloji i pigmentit të quajtur melanin në iris. Melanin është i njëjti pigment që përcakton ngjyrën e lëkurës dhe flokëve. Më shumë melanin do të thotë sy më të errët, më pak, sy më të hapët. Të gjitha ngjyrat jo kafe vijnë nga një mutacion gjenetik që ndodhi rreth 6.000 deri 10.000 vjet më parë në një individ të vetëm pranë detit të zi. Ky mutacion uli prodhimin e melaninës duke krijuar sy blu si fillim dhe pastaj variante të tjera. Tani, le të kalojmë të çdo ngjyrë një nga një duke zgjeruar me detaje shkencore, raritet dhe perceptime psikologjike. Syt kafe. Ngjyra dominuese dhe e besueshme. Syt kafe janë më të zakonshmit në botë, rreth 70-80% e popullsisë globale i ka ato. Kjo sepse kanë nivele të larta melanine në iris që thith dritën dhe krijon ngjyrë të errët. Shkencërisht, kjo është ngjyra origjinale e njerëzimit. Të gjithë paraardhësit tanë kishin sy kafe para atij mutacioni të lashtë. Njerëzit me sy kafe shpesh perceptohen si të besueshëm, të qëndrueshëm dhe me këmbë në tokë. Studime psikologjike, si një nga Universiteti Charles në Prag, tregojnë se fytyrat me sy kafe vlerësohen më të besueshme se ato me sy blu, edhe kur ngjyra ndryshohet artificialisht, por në fakt, kjo lidhet më shumë me formën e fytyrës që shoqërohet gjenetikisht me sy kafe. Ata transmetojnë siguri dhe shpesh marrin role lideri në grup, sepse duken të matur dhe të fortë. Në kultura të ndryshme, syt kafe lidhen me ngrohtësi dhe stabilitet familjar. Imagjinoni një lider botëror ose një prind, shpesh e vizualizojmë me sy kafe, sepse japin ndjenjë rehati dhe besnikëri. Por ka edhe anën tjetër, disa studime sugjerojnë se sytë e errët mund të duken më intensiv ose më pak të hapur në disa kontekste sociale. Syt blu. Mutacioni i lashtë dhe pafajësia. Syt blu vijnë nga një mutacion që fik prodhimin e plotë të melaninës. Teknikisht nuk ka pigment blu, ngjyra krijohet nga shpërndarja e dritës në stromën e irisit, si qielli blu nga efekti tyndall. Të gjithë njerëzit me sy blu sot rrjedhin nga një paraardhës i përbashkët rreth 10.000 vjet më parë. Këta sy janë të zakonshëm në Evropë, por globale rreth 8-10%. Perceptohen si të pafajshëm, ëndërrimtar dhe të ndjeshëm. Shpesh zgjojnë instinkt mbrojtës tek të tjerët, sepse duken të butë dhe të rinj. Studime tregojnë se sy blu mund të perceptohen si më pak dominues, por më tërheqës në disa kultura perëndimore. Disa psikologë thonë se njerëzit me sy blu duken më konkurrues ose më pak empatik në perceptimet fillestare, por kjo është stereotip. Syt jeshil. Rariteti absolut dhe magjia e tyre. Tani, le të zhytemi më thellë në një nga ngjyrat më magjepsëse të syve, syt jeshil.
Këta sy janë vërtet një fenomen i rrallë në botën tonë dhe për këtë arsye ata kanë frymëzuar legjenda, mite dhe perceptime psikologjike që i bëjnë të duken si diçka nga një botë tjetër. Në përmbledhjen fillestare i përmendëm si më të rrallët me më pak se 2% të popullsisë botërore të lidhur me misterin, magjinë dhe joshjen. Por le të zgjerojmë këtë pikë me detaje shkencore, statistika reale, origjinën gjenetike dhe pse njerëzit me sy jeshil perceptohen si dinak, krijues dhe emocionalisht intensiv. Së pari, sa të rrallë janë në të vërtetë? Shumica e studimeve dhe burimeve shkencore konfirmojnë se sytë jeshil i kanë vetëm rreth 2% e popullsisë globale. Kjo i bën ata ndër ngjyrat më të pakta, pas heterokromisë apo varianteve të tjera ekstreme. Por ky realitet nuk është uniforme në botë. Në Evropën Veriore dhe Qendrore, përqindja është shumë më e lartë. Në Island, deri në 18, 21% të gratë dhe 8-10% të burrat. Në Skoci dhe Irland, ku deri në 86% e popullsisë ka sy blu ose jeshil, jeshilët zënë një pjesë të madhe. Në vende si Holanda apo Gjermania, ata janë të zakonshëm mes popullsisë me origjinë kelte ose gjermanike. Në kontrast, në Azi, Afrikë apo Amerikën Latine janë ekstremisht të rrallë, përveç rasteve të përzierjes gjenetike. Shkencërisht, si krijohet kjo ngjyrë? Sytë jeshil nuk vijnë nga një pigment i vërtet jeshil, ashtu si sytë blu, ata bazohen në sasi të ulët melanine në iris, por me një kombinim unik, shpërndarje drite, efekti Rayleigh si qielli blu, plus një nuancë e verdhë nga pigmenti lipokrom. Kjo krijon nuanca nga jeshile hapët smerald deri te jeshile errët pyjore. Gjenetika është komplekse, përfshihen deri në 16 gene. Mutacioni origjinal për sy të hapët blu ndodhi rreth 6.000 deri 10.000 vjet më parë pranë detit të zi, dhe variantet jeshil u zhvilluan nga kombinime të mëvonshme, kryesisht në popullsitë evropiane të izoluara. Tani, për perceptimet psikologjike, pse i shohim si misterios dhe joshës? Kjo vjen kryesisht nga rariteti, diçka e rrallë tërheq vëmendje dhe zgjon kurreshtje. Në kultura të ndryshme, sytë jeshil lidhen me magji, në mesjet, shpesh me shtrigëri apo fuqi supernatyrore, në folklorin kelt me botën e fajrive ose fuqi magjike. Në Greqinë dhe Romën e lashtë, lidheshin me perëndeshën Afrodita Venus si simbol i bukurisë dhe joshjes. Por ka edhe anën negative, fal Shakespeare-it që në Othello e quajti xhelozin përbindëshi me sy jeshil, ngjyra jeshile u lidh me zili dhe xhelozi. Kjo shprehje u bë ikonike dhe ende përdoret sot për të përshkruar ndjenja të forta envidie. Nga ana psikologjike moderne, studimet tregojnë se njerëzit me sy jeshil perceptohen si dinak, krijues, emocionalisht intensiv dhe të paparashikueshëm. Disa perceptime të zakonshme përfshin misterios, pasionant, seduktiv, inteligjent emocionalisht dhe me një aura të egër ose intrigues. Për shembull, ata duken si më kreativ, sepse rariteti i bën të dallohen dhe të duken unik. Në disa kultura, konsiderohen më tërheqës seksualisht ose më intrigues në marrëdhënie. Por këto janë stereotipe, nuk ka prova shkencore të fortë që ngjyra e syve ndryshon personalitetin real. Megjithatë, perceptimet sociale mund të ndikojnë. Njerëzit me sy jeshil shpesh marrin më shumë komplimente, duke rritur vetbesimin dhe duke përforcuar këto. Një fakt interesant, sytë jeshil shpesh ndryshojnë nuancë me dritën, humorin apo madje rrobat që veshim, duke i bërë edhe më të paparashikueshëm dhe magjepsës. Kjo kameleon në natyrë përforcon idenë e intensitetit emocional. Në fund të kësaj pike të zgjeruar, sytë jeshil nuk janë thjesht një ngjyrë, ata janë një simbol i raritetit që zgjon admirim, zili dhe kurreshtje. Nëse keni sy jeshil, ju jeni pjesë e një klubi shumë ekskluziv. A ndjeni që këto perceptime përputhen me personalitetin tuaj apo me mënyrën se si ju shohin të tjerët? Na tregoni në komente nëse doni të zgjerojmë ndonjë pikë tjetër. Sytë Hazel, lajthi. Paparashikueshmëria dhe sharmi. Hazel është përzierje jeshile, ari dhe kafe, që ndryshon me dritën për shkak të shpërndarjes së melaninës.
rreth 5% globale, shpesh ngatërohet me amber, shihen si të paparashikueshëm, ekspresiv dhe me energji të personazhit kryesor. Jepin sharm dinamik, sepse duken ndryshe në kushte të ndryshme drite, herë jeshil, herë kafe. Syt gri. Qetësia dhe autoriteti. Varianti ralli blu, më pak se 1-3% me më shumë kolagjen në strong që jep ngjyrë qelik ose tym. Transmetojnë inteligjencë, qetësi dhe kontroll emocional. Duhen autoritar dhe të vështirë për t'u lexuar, një aura e ftohtë por e fuqishme. Syt amber. Intensiteti i egër. Ngjyrë ari ose bakri nga pigmenti lipokrom, jo melanin kryesore, rreth 5%, i zakonshëm te kafshët si ujqëri. Perceptohen si magnetik, intensiv dhe me natyrë të egër. Duhen egzotik dhe të fortë. Syt e zinj. Fuqia dhe misteri i thellë. Në fakt kafe shumë e errët që thith pothuajse gjithë dritën, duken si pupila të mëdha. Japon përshtypje fuqie, privatësie dhe sekreteve. Shihen si autoritar dhe misterios, shpesh të fortë emocionalisht. Heterokromia. Unikiteti absolut. Kur syt kanë ngjyra të ndryshme për shkak të mosaizmit gjenetik ose anomalive. Shumë e rrallë, më pak se 1%, tërheq vëmendje të madhe dhe sinjalizon unikitet, rebelizëm ose botë tjetër. Përfundim. Syt si energji personale. Në fund, syt tanë nuk janë thjesht pigment, ata ndikojnë në energjinë që transmetojmë. Studimet tregojnë se perceptimet bazohen pjesërisht në stereotipe, por edhe në biologji, syt e errët duken më të besueshëm, të hapët më të rinj. Por mos harroni, personaliteti i vërtet është më i rëndësishëm se ngjyra. Çfarë ngjyre keni ju syt? Dhe a mendoni se përputhet me perceptimet? Shkruani në komente. Faleminderit që shikoni, abonohuni për më shumë video interesante dhe shihemi herën tjetër.